Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Del videoa e Limit dhe Alpës duke kryer marrëdhënie. Ajo që duhet të ishte një reality show për argëtim dhe sfida në një ferm, është kthyer në një mini serial erotik që po transmetohet në ekranet shqiptare, pa përgjegjësi dhe pa asnjë ndjeshmëri për ndikimin social që po shkakton. Çfarë dyshoi dhe përflitej prej disa javësh, tashmë është konfirmuar. Afrimiteti në një organ mes Limit dhe Albës, në fakt nuk ishin vetëm puthje dhe përkëdhelje, por marrëdhënie intime. Bëhet me dije dhe sigurohen videot ekskluzive të çiftit teksa kanë qëndruar së bashku në dhomën e njëshit 9 ditë më parë. Jo vetëm debatuan dhe shkëmbyen puthje të zjarta, por patën më tepër zhvillim. Rikujtojmë dhe akuzat e Big Mamës për çiftit që duket se këto skena i ka parë. Prej kaq ditësh produksioni ka tentuar të fshehë pamjet e marrëdhënies intime brenda reality show të transmetuar në një televizion publik. Qytetarë të gjitha moshave, fëmijë, të rinj dhe të moshuar, po ekspozohen çdo ditë ndaj përmbajtjes që me shumë se sa argëtim, ngjall habi, revolt dhe pyetje të forta mbi kufitë e moralit televiziv. Një banalizim i trisht i dashurisë, intimitetit dhe lidhjeve njerëzore. Produksioni ka përgjegjësi direkte jo vetëm për çfarë ndodh brenda mureve të asaj ferme, por edhe për çfarë transmetohet jashtë saj. Në vend që të vendosin kufi etik, zgjedhin të fshehin ose të modifikojnë duke e lënë publikun të informohet nga rrjedhet e paautorizuara. Është momenti që institucionet përgjegjëse, autoritetet mediatike dhe vetë shoqëria të reagojë. Ky është një sinjal i qartë që formatet televizive po shkelin me të dy këmbët çdo normë morale dhe çdo ndjeshmëri kulturore. Jo vetëm që s'po edukojmë brezin e ri, por po e shpërfytyrojmë atë. Populli po shthuret dhe nuk ka më asnjë filtr. Kur nuk ka më filtra, nuk ka as përgjegjësi. Në këtë realitet, kush do t'i vendos kufijt?